Kjo është pamja që mirëpret çdo turist, të cilit i bie rruga të kalojë në Shijakun e vitit 2025, i cili nëse do të kishte një epitet pa frikë do të quhej kryeqyteti i plerave. Puntatën e shkuar transmetua me zë, figurë, dëshmi, fakte, shifra, se si bashkia e Shijakut, e cila i përket qarkut të Durrësit, duhet të kishte një kontratë me Landfillin e Sharrës për depozitimin e mbetjeve të qytetit, por nuk e kishte. Dhe kështu mbeturinat ilegalisht grumbullohen dhe depozitohen nga mjetet e firmës kontraktuese AMR në fshatin Ardhisht, pranë vendbanimeve, pranë lumit, pranë tokave bujqësore, produktet e së cilave konsumohen nga vetë banorët e zonës dhe jo vetëm. Treguam se si në këtë pjesë toke, pas një leje mjedisore, pas një kusht teknik, pas një miratim nga instancat përkatëse, në mënyrë kriminale derdhen tonelata mbetje, hapen gropa për të mbushur më pas dhe bëhen pazare për hedhjen e mbeturinave edhe nga privat. Por kryetari i bashkisë mohoi gjithçka. Dhe si të mos mjaftoi me mohimin e gjithçkaje të faktuar, nisin një seri sulmesh mbi ne, duke na akuzuar se bashkë me Partinë Demokratike marrim kamionçinën dhe hedhim mbeturina rrugëve të Shijakut. Është e turshme sinqerisht që të merrni kamionçin dhe ta hidhni atje. Unë? Të lutem. Kush ta hidhni? Ato që ju kanë sjell këtu për të bërë denuncimin. Dhe përtej këtyre fantazive, ai u shpreh i bindur se plerat i qytetit pastrohen çdo ditë. Ajo që di është që menaxhimi i mbetjeve, pra pastrimi i koshove bëhet çdo ditë dhe bëhet në mënyrë të rregullt. Data shënon 21 prill, ditë e hënë, pak ditë pas takimit me kryetarin e bashkisë së Shijakut, Elton Arbana. Ndodhemi këtu pranë mbikalimit të Katun të Sukthit, pranë fshatit Sallmore në Shijak, dhe kjo është situata. Pleherat kanë mbuluar trotuarin, korsitë e biçikletave dhe kanë përfunduar në rrugë. Këtu mund të gjejmë mbetje nga më të ndryshmet, nga ato të përditshmet që grumbullon çdo familje e deri tek gomat, divanet, hidrosanitaret. Ky grumbullim mbeturinash, anës rrugës, ndodhet pranë vendbanimeve, në të majtën time, pranë tokave bujqësore. Më tutje, kemi sërish vendbanime, gjithashtu edhe biznese. Një situatë e tillë në bashkinë e Shijakut. Kjo pjesë këtu nuk është e vetmja, do të ecim pak metra më tutje dhe situata është e njëjtë. Kjo është pika e dytë. Siç e ndoqët, vetëm pak metra nga pika e parë, jemi sërish poshtë mbikalimit të Katun të Sukthit. 3 ditë pas takimit me zotin Elton Arbana, i cili na tha se mbeturinat e qytetit Shijakut pastrohen çdo ditë dhe në mënyrë korrekte. Kjo është mënyra korrekte. Kjo është pika e dytë. Do të hipim në makinë dhe do të shkojmë në pikën e tretë disa metra më tutje. Dhe pa mbërritur në pikën e tretë të mbetjeve që në Shijak janë kthyer si mini landfille, një person dalon me makinë përpara nesh duke na zënë rrugën. Sidoqoftë, asgjë për t'u alarmuar. Jetë mirë për punën tuaj, me piranet, që kanë djetë, kanë shumë fogo. Jeni mirë që boni puna as sa mos se thosht bën nomi fare. Pra ju përkrajmë masivisht. Ndërkohë kemi mbërritur në pikën e tretë, të thuash krim mjedisor është pak, mbeturinat kanë pushtuar trotuarin, e si të ndodhte ndryshe kur vetë banorët e zonës shkarkojnë mbetje me karrocë dhe bashkia fle. Jemi në fshatin Sallmore. Shikoni se si është situata. Koshat nuk janë funksional. Mbeturinat janë kudo, sa kanë përfunduar edhe jashtë rrugës. Pas kësaj dite të lodhshme në Shijak, do të ulemi të pushojmë pak në stolat që me siguri ka ndërtuar bashkia për qytetarët të cilët duan të pushojnë. Këtu është një situatë shumë e mirë, e qetë, e këndshme, aroma është e mirë, pavarësisht mbetjeve. Një vend ku të moshuarit mund të ulen, prindrit me fëmijë mund të ulen, të pushojnë, fëmijët mund të luajnë. Siç e shihni, hapësirë ka plot dhe mbi të gjitha është e pastër. Ky është trotuari, kjo është një korsi e vogël biçiklete, ku ciklisti përfundon në mbeturina. Janë grumbulluar aq shumë sa që kanë dalë edhe jashtë trotuarit në rrugë. Dhe duke marrë shkas nga episodi i kaluar ku kryetari Arbana u ofendua nga fjala gënjen, gjejmë sërish rastin t'i kërkojmë ndje, se t'i themi se ai mashtron, jo vetëm ne, por edhe qytetarët e tij, bashkia e tij fle gjumë, edhe firma kontraktuese për pastrimin e qytetit fle, vetëm parat nuk flen kurrë, mbi 1 miliard lek nga taksat e qytetarëve në xhepin e privatit, ndërsa mbeturinat rrugëve të Shijakut. Dhe ju të dashur qytetar nuk keni para asgjë akoma, sepse tani do të zhvendosemi në një tjetër bashki po të qarkut Durrës.
Jemi duke unë gjitur në Kodër Dollak, në fshatin Kameras të Fushkrujës, aty ku bashkia prej vitesh ka ndërtuar me mendjen e saj një landfill për depozitimin e mbetjeve të qytetit. Pa një plan të qartë dhe të rregullt, i cili përmbush kushtet e duhura për një landfill apo leje specifike nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit. Sepse Fushkruja pjesë e bashkisë, Kruj është pjesë e qarkut Durrës, e cila duhet i depozitojë mbetjet në ZMM-n e Tiranës, pra në Sharr. E vetmja gjë që ka bërë bashkia e Krujës është një projekt i muajit gusht 2019 me në fokus shërbim mirëmbajtje vend depozitimi mbetjesh të ngurta urbane, ku ka përcaktuar si zonë Kodër Dollakën në fshatin Kameras. Dhe shkeljet apo parregullësitë e këtij projekti janë flagrante. Edhe pse zona e Krujës nuk ka asnjë landfill të licencuar, hartuesit e projektit në krye të dokumentit nuk ngurojnë ta quajnë Kodër Dollakën një landfill, ndërsa mes rreshtave e cilësojnë si një sanitari landfill në kategorinë C2. Gjithashtu vërejmë se sipas relacionit teknik të përgatitur nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, afati i përdorimit parashikohet 3 vjet deri në përfundimin e landfillit të licencuar në Tiranë, ndërsa në krye të plan zbatimit kohëzgjatja është 5 vite. Dhe nga gushti i vitit 2019 deri më sot kanë kaluar 5 vite e 8 muaj. Ndërsa mali me plera është ende aty, kompania kontraktuese në ndihmë të bashkisë është Alba Construction, e cila disponon vetëm leje mjedisore të tipit C. Leje e cila është fuqizuar dhe për landfillet duhet disponimi i lejeve të tipit A dhe B, leje të cilat Agjencia Kombëtare e Mjedisit nuk i ka miratuar për vendodhjen Kodër Dollak, fshati Kameras, Fushkruj. Në projektin e vitit 2019 tashmë të skaduar, në sesionin e specifikimeve teknike për rregullat që duhen zbatuar, pika C e thot qartë se kontraktuesi është përgjegjës për ruajtjen e vend depozitimit të mbetjeve që persona të pa autorizuar të mos futen në zonën e vend depozitimit, por ne hymë pa na shqetësuar askush. Pamjet tregojnë qartë se mbetjet në këtë zonë kanë dalë jashtë kontrollit. Ato i gjen kudo në rrugën që të çon brenda vend depozitimit. Në pikën D të rregullave që duhen zbatuar, thuhet qartë se si kontraktuesi, ashtu edhe persona fizik nuk mund të riciklojnë mbetjet urbane, por qartazi ka prej tyre që mbledhin mbetje për t'i shitur më pas në pika grumbullimi. Gjithashtu, vlen të përmendet se qëllimi kryesor i këtij projekti ka qenë nënshtrimi i vend depozitimit për rehabilitim dhe përmirësim, diçka që me sa duket ka mbetur vetëm në letër, pasi në terren pamjet flasin vetë. Rrethimi i këtij venddepozitimi është bërë vetëm nga një krah me një rrjet të thjeshtë, ndërsa nga ana ballore mbetjet janë të pakontrolluara. Ato gjenden kudo. Po këtu çfarë është bërë më po? Po landfilli. Po. Tu e kanë bërë këtë kryes. Mos më thuaj që kjo vazhdon edhe më tutje. 5 veprim. Punojnësi i cili mund të jetë i bashkisë ose i firmës kontraktore është i qartë se vendi i tij i punës quhet landfill. Një fjalë kjo tepër popullore tashmë në vendin tonë. Por ajo që duhet të di, përveç faktit që punon në një landfill të paligjshëm, është se që të respektoj projektin e hartuar nga Bashkia e Krujës, duhet të jetë i veshur me uniformë dalluese, me maskë, doreza dhe të mos lejoj këdo të futet aty, siç është rasti ynë, por edhe i këtij fëmije të mitur mbi fadrom. Pasi diçka e tillë është absolutisht e ndaluar dhe madje mund të ketë pasoja fatale. Sipas projektit të skaduar të vitit 2019, sipërfaqja në dispozicion për grumbullimin e mbetjeve është 16.545 m2, ndërsa ajo e mbushur 3.822 m2. Parashikimet janë që të derdhen 50 ton mbetje çdo ditë, me një kapacitet maksimal 25.000 m3 në 5 vite. Dhe sipas llogarive të ekspertëve, duke hedhur çdo ditë 50 ton mbetje për të plotësuar kapacitetin maksimal 25.000 m3, do të duheshin jo më shumë se 2 vite. Ndërsa aktiviteti aty vijon me ritme të pandalshme për 5 vite e 8 muaj që nga miratimi i projektit, duke krijuar në fshatin Kameras një mal artificial mbeturinash, një vend grumbullim që duhet të jetë të paktën 3 kilometra larg banesave, bizneseve, resurseve natyrore, ndërsa në rastin e malit të plehrave në Kodër Dollak, ai është fare pranë pyllit, liçenit, të mbjellave, shtëpive, bizneseve, në kundër shtit të plot me legjislacionin në fuqi. Dhe shkeljet nuk mbarojnë këtu. Teksa bashkia e quan landfill këtë vend depozitim mbetjesh dhe në projekt të bashkangjit disa foto ilustruese se si duhet të jetë një landfill, sqarojmë se kushti bazë është rrethimi me geomembran HDPE, si dhe 3 metra thellësi argjile ngjeshur për izolim, fjalë që nuk ekzistojnë në asnjë faqe të projektit, veç materialit shtufë.
i cili është i mirë për drenim, jo për izolim. Dhe më e habitshmja diçka që mund të ndodh vetëm në vendin ton, një kasole banimi me dërrasa e plasmas në cep të ashtu quajturit landfill, ku mjafton një cigare e ndezur për t'i vënë flakën gjithë kodrës, duke rrezikuar gjithçka përreth. Dhe ajo çka është e rëndësishme për t'u theksuar, është se këto dy bashki nuk janë të vetmet e qarkut Durrës me këtë situatë.